sa shqetësues e sheh ti sot në Ballkan nacionalizmi? Shumë shqetësuese. Unë mendoj që nacionalizmi në Ballkan tash është më i madh se që ka qenë në vitet 90. Për shkak që në vitet 90 kemi dalë gjithë për ndoshta një sistemi, sidomos kur flas për vendet e Jugosllavit, në një vend ku njerëzit kishin kontakt. Një kroat i ri kishte kontakt me një shqiptar të ri, më shpesh se sa që ka sot. Ndërsa tash jemi gjithë izoluar në vendet tona me shumicë kombëtare dhe nuk i shohim as pak perspektivën e një vendi tjetër. Unë si thash, si shembulli i veriut. Shqiptarët Kosovës Judan me drejt, shumë fakti që veriu është i pa integruar. Po Kroacia i ka të njëjtat probleme. Ka rajonin Kroaci ku në shkollat në gjuhën serbe përdoret vetëm alfabeti cirilik, domethënë ai i gjuhës serbe, dhe cilin kroat nuk mund ta lexojnë. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.